dikur, një herë një kohë, një moment në jetën tonë kur energjia ishte thjesht çështje furnizimi për të mbajtur dritat ndezur sa më gjatë të ishte e mundur në qarkun e 24 orëve dhe nga ana tjetër jetojmë në një vend ku deri një dekadë më parë gjysma e popullsisë paguante për gjysmën tjetër, ndërkohë që e gjithë pasuria e prodhuar nga sistemi ynë ishte në fakt e keq menaxhuar dhe videj. Kompania jonë e shpërndarjes energjetike deri një dekadë më parë ishte në buzë të falimentit dhe mbahej gjallë vetëm nga subvencionet qeveritare. Ndërkohë që borxhi i saj ishte më shumë se 5% e produktit tonë të brendshëm bruto. Sot, historia është krejt ndryshe. Energjia përcakton sigurinë tonë, fuqinë tonë ekonomike dhe ambicien tonë për vendin që zëm në këtë rajon në Europë. Shqipëria ka zgjedhur që të kaloj përmes një procesi mjaft të dhimbshëm reforme energjetike dhe ndërkohë që flasim nuk kam më pa drejtësi në sistem siç ishte më parë. Gjithkush paguan atë që i takon. Ndërkohë ne investojmë për të diversifikuar portofolin ton. Për të shkuar nga një vend që varet tërësisht nga energjia hidrike dhe importet, të arrijmë shumë shpejt që brenda këtij mandati të shndrohemi në një vend eksportues neto të energjisë 100% i ripërtëritshëm. Një element kyç i këtij rrugëtimi është pa asnjë dyshim partneriteti ynë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që mbështetet në zotimin e përbashkët ndaj sigurisë energjetike dhe për një rajon të qëndrueshëm dhe të begatë. Sot ne vim nga veriu ku jo shumë kohë më parë prezantuam një investim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për energji nga era e më pas në jug. Pra, këto janë pjesë e një transformimi që ne po e nisim nga Vlora. Ajo çfarë një herë ishte një aset i vetëm, po bëhet një port. Dhe ai çfarë sot është ende një aset që nuk kemi mundur ta përdorim për shkak të mënyrës krejt të gabuar të investimit të parave të shqiptarëve, do të shndërrohet në një aset kaq të vlefshëm saqë do t'i jap Shqipërisë pozitën e një qendre energjetike që përfshin prodhimin e energjisë, infrastrukturën dhe tregjet rajonale. Çfarë e bën veçanërisht të fuqishëm partneritetin midis Shqipërisë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës është natyra gjithëpërfshirëse e këtij partneriteti, sepse ai kombinon sigurinë afatgjatë furnizimeve, zhvillimin e infrastrukturës kritike, ekspertizën e sektorit privat dhe një angazhim të përbashkët gjeopolitik ndaj qëndresës energjetike. Dhe këtu vim te personi të cilit i detyrohem një shprehje mjaft të thellë mirënjohjeje ambasadores Gil Poi që ka po kështu meritën që të mos na bëjë të ndihemi jetim sepse që prej një kohe nuk di sa të gjatë nuk kemi një ambasador këtu. Por fal jush ne kemi një aleat shumë të fortë që edhe pse ka për qëllim të shërbejë në Greqi, është qartësisht më ambicioze se sa brenda kufirit grek. Kështu që faleminderit ambasadore për këtë përpjekje dhe që keni shtyrë kaq fort që të siguroheni që lidhjet e marrëdhëniet tona me qeverinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës të dalin edhe më të forta me rezultate të pjekura. Menjëherë pas bisedës sonë mjaft të këndshme me sekretarin për punët e brendshme dhe me njerëzit përkatës në Washington, kemi sot një marrëveshje
të jashtëzakonshme që do të sjellë më pas një investim shumë të madh, teknologji moderne dhe marrëveshje për furnizime. Pra vlora do të kthehet në një pikë kritike për energjinë në Evropën juglindore. E nuk mundem përveç se të theksoj rëndësinë e asaj çfarë përmendi ambasadorja Guilfoyle, pra të nevojës son të dyja palëve të Shqipërisë e të Greqisë për të forcuar lidhjen ton dhe për të forcuar bashkëpunimin ton në shumë mënyra, por posaçërisht sa i takon furnizimit me energji, prodhimit energjetik dhe rezistencës e pavarësisë energjetike. Duke pozicionuar Shqipërinë si ndërlidhës e fluksi energjit shkon përmes Ballkanit Perëndimor, kontribuon në stabilitetin e rajonit dhe ndikon në sigurinë energjetike të fqinjve, dhe kjo është diçka që vërtet na bën shumë krenar dhe na bën të ndihemi shumë të nderuar. Partneriteti midis Shqipërisë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës përçon sot një mesazh shumë të qartë. Edhe vendet e vogla mund të marrin hapa të guximshme dhe mund të bëhen pjesë e zgjidhjes të disa prej sfidave më të ngutshme të kohëve tona. Dhe edhe më shumë se kaq, mesazhi i sotëm nuk mund të jetë më i qartë se kaq kur vjen fjala për të lidhur nevojën jetike për energji me nevojën jetike për liri dhe demokraci. Për të mos u mbështetur tek aktorë të cilët mund të ofrojnë energji, por po kështu mund të vënë në pozitë të vështirë në raport me lirinë dhe objektivin për të forcuar demokracinë. Për ta përmbyllur, dua të theksoj edhe një herë rëndësinë e kësaj marrëveshjeje. Dua të përgëzoj ekipin ton për shpejtësinë e pazakontë për realizimin e kësaj. Natyrisht e di që ishte edhe në shtysën e turistënin time, por ka funksionuar, kështu që për aq sa ka funksionuar, le të marrim edhe merit. Dua pra vërtet të përgëzoj ekipin, të përgëzoj ministrin. Ka marrë tashmë një raportim shumë të mirë për ju nga Ambasada Amerikane në Greqi, kështu që urime. Dhe sigurisht i bëj një falenderim mjaft të thellë Nancyt, ekipit ambasadës këtu që po bëjnë më të mirën, të mbijetojnë faktit që nuk kanë ambasador. Dhe sigurisht falenderime shumë të veçanta dikujt që është dora e djathtë e ambasadores Guilfoyle, që e kupton shumë mirë rajonin, e kupton Shqipërinë. Kristosi, falenderit shumë miku im, që ke qenë kaq ndihmës që unë të kuptoj pa asnjë mangësi e plotësisht ambasadoren Guilfoyle. Falenderit shumë.